Në zonën bujqësore të Hyzgjokajt në Lushnjë, qindra tonelata domate kanë mbetur pa vjel. Tregu i brendshëm nuk ka kërkesa, ndërsa eksportuesit ofrojnë shyje në koston e prodhimit. Fermerët që u përgjigjen thirrjes për të rikthyer në fshat ndihen tashmë të zhgënjur dhe pa mbështetje. Në fshatin Canakaj, fermerët po përballen me situatë të vështirë. Serat të mbushura domatet pa shitura rrezikojnë të kalben, ndërsa kërkohet ndihmë nga ana e institucioneve. Me 300 lekë që e shesim në 350 lekë kilen, nuk mundojmë shpenzimet tona. Shteti duhet vojdore, hodhëm gjithë domatë, nuk kanë pse domatë janë degët. Kërkojmë ndihmë shteti. Po aplikuam për naftë, as naftë na kanë dhënë asgjë. Nuk kemi marrë as lekë të shpenzimeve tona, po lekë krahat. Kemi boçuryk na gjujtë, na krahat, na vajmë gjithë kockat. Gjithë kjo se këtu shikosh brenda sa kemi hedhur, po mirë për jashta. Se u poq ajo, eksport nuk ishte, ajo filloi të qahet. Shpëtim Muka është nga 10 fermerët që la emigrimi familjarisht për të kthyer në vendlinje me shpresën se puna në tokë do të sigurohet të ardhura, por sot thotë se shpenduar për këtë vendim. Ktheva dhe çunin nga Greqia i qenë kur beta. Ne ari ke babi se ka lek, të na japi lek Xhaxhi Rama. Xhaxhi Rama as lek na dha asgjë. Kur do lek të Xhaxhi Ramës. Zhgënjimi në fshat po rrit prirjen për të larguar sërish Zharvenin, kryesisht tek të rinj. Në këtë zonë kodrinore, bujqësia është burimi vetmi të ardhurave, por pa treg dhe mbështetje, fermerët paralajmërojnë se sezoni i ardhshëm tokat mund të mbeten djerë. Nëse prodhimi nuk gjen treg për eksport, qindra ton domate rrezikojnë të kalben në sera, duke kthyer shpresën e kthimit në fshat në një tjetër histori zhgënjimi për fermerët e Lushnjës.